sa të përresh. Por mbi të gjitha dentiste, arsyeja vetëm ishte që të shija këto buzëqeshët e bukura si ju. Shumë të lehtë dhe shumë të bukur patjetër. Produktet që mund të bëhen për dhëmbët? I mësova gjatë shkollës, por gjithashtu edhe gjatë. Çfarë do të procedurë që ne bëjmë bashkë, kalon këndshëm. Edhe vërtet që ata kur çojnë nga poltroni, çojnë të buzëqeshur dhe me atë dëshirën e madhe për të marrë certifikatën, sepse kanë nditur dhe e kanë merituar. Do të them sa më mirë që mos të bëjmë 2 herë të njëjtën punë. Por që edhe nëse ndodhet, nuk ka gjë, e rregullojmë prapë. Po të riflasim edhe një herë për rëndësinë e kujdesit të dhëmbëve. Sa shpesh duhet t'i lajmë jo shumë fort, por që të kemi kujdes për të larë edhe pjesën e lartë të gingivës apo mishave të dhëmbit dhe të gjitha sipërfaqet, edhe nga brenda, edhe sipërfaqet e dhëmbëve më brenda të gojës.